Miri mes zjarreve, babai i Selinit e kërcënon. Gruaja e tij e lartëson, çfarë po ndodh jashtë Big Brother? Ndërsa shtëpia e Big Brother po vlohet nga thashethemet për raportin gjithmonë më të afërt mes Mirit dhe Selinit, vëmendja është zhvendosur papritur jashtë mureve të shtëpisë. Pas letrës goditëse të babait të Selinit, ka ardhur një lëvizje e papritur nga personi që pritej më së pakti, bashkëshortja e Mirit. Komenti që trazoi rrjetin. Në mes të debateve në fan club, ku po diskutohej nëse ky raport do të çonte në një divorc të mundshëm, Francesca ka zbuluar një detaj që ka lënë të gjithë pa fjalë. Në një video ku Miri shfaqet në momente të afërta me Selinin, bashkëshortja e tij nuk ka zgjedhur as sulmin dhe as viktimizimin. Ajo ka lënë një koment të shkurtër, por që peshon shumë. Miri më i miri. Një martesë drejt fundit. Ky reagim vjen në një kohë kur avokatja Nexhi Beqiri, e ftuar në studio, hapi një diskutim të fortë mbi aspektin ligjor dhe moral të kësaj situate. Sipas saj, çdo partner ka të drejtë të zgjidhë martesën pa pasur nevojë për shpjegime të detajuara. Avokatja hodhi hipotezën se Miri mund të ketë interes për një lidhje të re me një vajzë të re dhe të shkolluar si Selini, duke e parë këtë si një tranzicion të mundshëm në jetën e tij. Pyetja që po mundon publikun tani është: a është ky koment i bashkëshortes një shenjë mbështetje besnike, apo një ironi therrse për lojën që Miri po bën brenda? Ndërsa letra e babait të Selinit kërkonte distancim, reagimi i gruas së Mirit duket se po i hedh benzinë zjarrit të një prehistorive më të komplikuara të këtij edicioni.